Shqipëria është sot një vend i mirëpritur dhe i respektuar maksimalisht në Bashkimin Evropian. Kështu u shpreh kryeministri Edi Rama në përfundim të samitit BE Ballkani Perëndimor, ku theksoi se nga Brukseli ka marrë sinjale të qarta dhe garanci politike për përmbytjen e procesit të negociatave të antarësimit brenda vitit 2027. Dhe i kam garantuar se ne do të vazhdojmë reformat modernizuese, do të vazhdojmë përpjekjet në luftën kundër atyre problemeve që këta kanë shumë dëshirë dhe zakon të i përmbledhin tek lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, por nuk është vetëm kaq, është shumë më tepër se kaq, është shumë më komplekse se kaq. Në këtë samit, Rama vlerësoi dhe rolin e presidentit Kosovës, Vjosa Osmani, lidhur me heqjen e sanksioneve europiane ndaj Kosovës. Presidentja e Kosovës ka shkëlqyer dhe me fjalë bindse, por edhe si rezultat i një pune këmbgulse dhe një koordinimi të mirë që kemi bërë në javët e fundit, pa dashur këtu të marr asnjë merit, ja ka dalë që të zhbllokoj më në fund të gjitha ato fondet bllokuara prej disa kohësh nga ana e Bashkimit Evropian. Pas përfundimit të samitit në Bruksel, kryeministri Rama udhtoi drejt Hagës. Ai sqaroi se vizita e tij nuk kishte si qëllim vetëm takimin me ish-presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, por edhe një apel të hapur ndaj drejtësisë ndërkombëtare për lirimin e ish-krerëve të UÇK-s nga paraburgimi. Uroj, shpresoj, lutem që viti i ardhshëm të jetë viti i mbylljes së perdes së këtij teatri absurd të drejtësisë ndërkombëtare dhe i daljes nga izolimi brutal i Hashim Thaçit dhe i 3 bashkëluftëtarëve të tij. Ai u bëri thirrje vendeve demokratike që sponsorizojnë këtë gjykatë reflektojnë mbi standardet e drejtësisë, duke theksuar se sipas tij procesi ka tejkaluar vijat e kuqe të një drejtësie demokratike.